E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi edhe njëherë sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë në fakt një reagim tjetër me ju. Si që kam thënë edhe në për videot e tjera, si që kam potencuar, çuditërisht këtë vit, familjarët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në fakt jashtëzakonisht shumë të kyçur brenda lojës së Big Brotherit. Dhe të gjithë familjarët në forma të ndryshme bëjnë tifo për banorët brenda shtëpisë. Dhe këtë herë ka reaguar edhe familja e Rogertit, të cilët në fakt japin qëndrimet e tyre dhe tregojnë video që ndoshta nuk janë transmetuar. Në story kanë publikuar një video ku shkruajnë: ja pra të dashur miq, që këtë bisedën e sotme e nisi me provokim Gerta dhe e bitisi Selina. Çka prisni ju që t'ju toleroj Rogerti? Kjo është një pikpyetje në fakt. Si ka thënë një legjend e Big Brotherit, e kam lojën e rëndë, do me mgacmu, mbaje deri në fund e mosu viktimizo. Rogerti i ka dhënë përgjigjen dhe bisedën e merituar. Unë mendoj që Gerta e pranoi vetë në fakt që e nisi provokimin kundër drejt Juelës, ka qenë Juelës në fakt fjalën që ja tha, duke i thënë: o Juela, kujdes ku e ke fut dorën. Do të thënë, Juela ishte pozicionuar pranë krevatit të Rogertit, Rogerti ishte i shtrirë dhe Gerta i thot Juelës: Juela, kujdes ku e ke vënë dorën. Më pas, do me thënë, familjarët kanë komentuar edhe për ngjarjen që vazhdoi kundër drejt Mateos, por do me thënë, Gerta e nisi të gjithën këtë gjën, Selina u përfshi dhe Rogerti plasi me Selinën sepse kuptohet Rogertit i intereson debati, diskutimi dhe loja me Selin, nuk i intereson debati me Gertën. Ndërsa me Mateon familjarët thonë kështu: me qënë se na janë indinjuar pseudo vipat e shitur, ja ku e keni videon e plot ku tregohet qartë që i pari që i ka përmendur familjen në mënyrë tendencioze Rogertit ka qenë Mateo. Do me thënë, familjarët kanë publikuar një video ku Mateo ka qenë i pozicionuar tek kuzhina, ndërsa Rogerti ka qenë tek tavolina dhe Mateo ka qenë ai i pari, sipas familjarëve, që ka nisur këtë konfliktin mes Mateos edhe Rogertit. Boll bët viktimë në rjetet me call centrat dhe shoqërinë me pagesë, duke nxjerrë vetëm videon e prerë ku flet Rogerti. Kurse përballoni dot Rogertin, mos u kruani për të marrë vëmendjen se ka edhe lojën shumë të rëndë. Do me thënë, sipas familjarëve, duhet që dënimi të jepet i njëjtë në të dy anët, edhe pse në fakt nesër presim që të jepet një vendim i prerë për Rogertin, Selin dhe Mateo.